Alo. Alo. Po, përshëndetje. Shërimi? Po. Unë jam Ilir Beqa. Po, ministër. Si? Në orën 10:30 që nuk erdhen mbledhjet të asamblesë qeruar. Nuk erdhen mbledhjet të asamblesë? Po. Nuk mujta me arë, pata probleme. Pse? Pse s'erdhe? Pata arsyet mijat personale. Se nuk më jaftove para mbledhjes, që nuk vitot. Si? Se nuk më jaftove mua para mbledhjes, që nuk vitot mbledhje. Po nuk kisha një pikë kontakti me juve, zoti ministër, nuk keni njoftue. Nuk e ndjej, duhet vije sot mbledhjet të asamblesë. Po nuk kisha mundësi që të tërgoj aty. Mu më ka njoftue ish kryetari që ka qenë Moj Gosturani dhe ato e kam njoftu që s'vi. Po them dhe njerë mu, pse s'njoftove që s'vi? Po si të njoftoj unë ty se s'kisha si të njoftoj, por qa me të njoftue? Se jam i delegumi të ti, jam i delegumi partisë. Po e di, unë që i delegumi, po s'kisha si të njoftoj. Po pra, Ti nuk më njoftove, i delegumi. ti zotëri ministër, nuk njoftove për mbledhjet, nuk e mendova që mund të njoftoj aty. Mirë, dakor. Hajde, turoj sukses në jetë atëre. Zotëri ministër, po ne jemi bashkë për një qëllim. Për Partinë Socialiste. Turoj sukses në jetë. Se njeto, qa është kjo, se së kuptoj për qa, po më thu këshu. Kuptohet si dush. Si kuptoj si dush, zoti ministër? Si dush. Zoti ministër, ne jemi njerëz të sakrifis që ja kemi bë 8 vjet mundin Partisë Socialiste në Tropoj. Je njeri i përgjegjshëm. Unë jam njeri shumë i përgjegjshëm dhe jam njeri shumë me parime, jam njeri shumë i drejtë, por ja kemi bë mundin e djersën Partisë Socialiste dhe jo me armë njerëz që na kanë sulmu me armë, në kohën e kur kemi qenë në pushtet në 2000. Dhe janë edhe të filmuar, zoti ministër. Po ta përsëris, të uroj sukses në jetë. Zoti ministër, po nuk po më vjen mirë me ma thonë, se ne jemi bashkë për i qëllim. Kurse mund vjen shumë keq që ti s'ke njoftu që s'vjen do të mbledhjes. Unë të kam njoftu, të kam hynë zyre dhe të kam thonë, edhe ta kam që edhe emailin dhe firmën e 40 personave. Dhe unë të kam thonë, vjen shumë keq që pse s'me njoftu që s'vjen do të mbledhjes. Po, unë të kam thonë, mo ta kemi që emailin, unë të kam taku, unë jam shumë serios, mo burë, të kam marrë të kam taku në zyre, zoti ministër, unë të kam sarue, zoti ministër, të kam sarue, të kam marrë në zyre. Unë për fatin të keq, Po? Po? Alo? unë për fatin të keq, kam 2 marrëdhënie me ty, edhe i delegum edhe ministri. Apo jo, për shumicën e njerëzve jam thjesht që i delegum. Për ty jam dhe ministri. Po je dhe ministër dhe unë të respektoj 100% dhe unë Partinë Socialiste nuk e devijoj as 1 minutë Partinë Socialiste. As statusin unë e të respektoj ty dhe të kam ardhë, të kam hynë në zyre dhe të kam kërkue, tu kam lut njëherë si njëri, tu kam lut si antar partije. Edhe njerë, për arsye që s'ke them do të sot nuk vitot, ka i doja për dejo. Nuk vitot. Po nuk e pava të arsyeshme se do të kisha njoftu, unë të kam ardhë, kam dhënë në zyre. Unë ta kam që emailin e arsyes që... Pikërisht pra, me qenë se tu vetë, që se nuk e shef të arsyeshme, duhet të zezë njerë. Hajtë në rupafshë.